Në kuadër të 10 qershorit ditës ndërkombëtare të artizanatit, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Korçë, në bashkëpunim me Qytetin e Fëmijëve, organizuan aktivitetin edukativ dhe krijues me temë Artizanët e vegjël, mjeshtëritë e qëndisjes tradicionale. Ky aktivitet synonte të nxiste ndërgjegjësimin tek fëmijët për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore. Sot në kuadër të ditës ndërkombëtare të artizanatit, Drejtoria Rajonale e Trashëgimisë Kulturore Korçë në bashkëpunim me Qytetin e Fëmijëve dhe shkollën Stavri Themeli, konkretisht me nxënësit e klasës të 5, do të organizojnë një aktivitet lidhur me mjeshtërinë e qëndisjes tradicionale. Ky aktivitet ka mundësi që të njohë nxënësit me tradita dhe me kulturën tonë dhe si është përcjell qëndisja që nga brezat e parë deri tek brezat më të rinj. Fëmijët e pranishëm në këtë aktivitet mësuan nga afër teknikat e qëndisjes me motive tradicionale shqiptare, duke zbuluar mjeshtëritë së kaluarës. Është shumë e rëndësishme që brezat e rinj të njohin edhe të trashëgojnë kulturën dhe elementet të trashëgimisë kulturore që të parët tanë na kanë përcjell. Kjo është arsyeja pse sot kemi realizuar aktivitetin lidhur me artizanatin edhe trashëgiminë kulturore, por përveç kësaj në qytet është kursi Art and Craftit, i cili ofrohet për të gjithë fëmijët e grup moshës 6 deri në 14 vjeç, në mënyrë që ata të ruajnë vlerat edhe traditat e vendlindjes të tyre të parëve. Fëmijët mësojnë të punojnë me grep, të punojnë me shtiza, të qëndisin dhe të gjitha elementet e kulturës dhe trashëgimisë kulturore. Ndërthurja e traditës me kreativitetin fëminor solli një shembull të bukur të mënyrës se si trashëgimia kulturore mund të ruhet dhe përcillet me dashuri ndër breza. Ky aktivitet është një ndër iniciativat e shumta që synojnë të sjellin trashëgiminë shpirtërore shqiptare më pranë brezit të ri, duke ruajtur mjeshtërinë dhe shpirtin e artizanatit tradicional.